A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Zotin e plot fuqishëm, paqja qoftë mbi të dërguarin e tij të fundit, Muhamedit alayhis salatu wassalam. Kësaj radhe kemi zgjedhur një temë normalisht disi më ndryshe, e cila tingëllon paksa ndoshta e çuditshme, por është temë më se reale. Liderët që i gëzuan edhe i fituan tri të ardhmet, kështu do ta quajmë pra temën e sotme. Për vetë faktin se liderët e mëdhej, besimtarët e mëdhej i shijuan tri të ardhmet. Elhamdulillah. Dhe nëse i marrim këta lider, për shembull që nga Ademi alayhis salam tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por edhe tek Khulefai Rashidin, Ebu Bekri, Uthmani, Aliu, Umeri radiallahu anhuma, të gjithë këta burra fisnik, ta besimtarë të mëdhej, i përjetuan pra tri të, do më thonë i gëzuan tri të ardhmet, e gëzojnë tri të ardhmet. Shtrohet pyetja, çka janë tre të ardhmet, shkurtimisht, e pastaj do të tregojmë ngjarje të ndryshme në jetën e pejgamberëve, po edhe në jetën e shokëve të pejgamberëve që ishin ashabët, shokët pra të Resulullah sallallahu alaihi wasallam, po edhe bashk kohanikët edhe të pejgamberëve, po edhe të pejgamberit, që ishte vulje të gjithë të dërguarve. Tri të ardhmet janë pra njeriu i madh, njeriu lider, njeriu besimtar që e ndërton të ardhmet. Pra ai njeri punon për çat të ardhme, edhe të ndërton të ardhmen e tij që është gjatë jetës së tij që jeton këtë botë. Pra është një ndër të ardhmet që ai e ndërton. Pra ke punu, ke ndërtu, ke bani shkollë ose në diçka, edhe ty të pret një ardhme e mirë, ose një zanat që e ke kryer. Për shembull, Davudi alayhis salam ka qenë zanatxhi, i njohur edhe në zeje për punimin e metaleve, bashkë me Sulejmanin alayhis salam. Por pra këta lider pra përjetojnë të ardhmen e mirë, të ardhmen që e kanë ndërtuar sot, po edhe të ardhmen që është e panjohur, që e pret çdo person, çdo njeri që ka të ardhmen që e pret, edhe ardhmja e tretë, subhanallah, është e ardhmja e mirë që është xheneti. Subhanallah. Pra këto janë tri të ardhmet. E ardhmja pra që ne ndërtojmë duke u shkolluar ose duke kryer zanat, që nga ky zanat në të ardhmen na presin shumë të mira, edhe ardhmja mistike, pra e panjohur ose ardhmja enigmatike që i pret gjithë njerëzit, dhe e ardhmja e tretë që është xheneti, Allahu na ruaj ose, kurse për besimtarët është xhehenemi, kurse për besimtarët është xheneti. E këta lider, këta burrat mëdhej, këta besimtarët mëdhej, që Zoti thotë në Kur'an për ta, innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariya, ata që bëjnë vepra të mira janë krijesat më të dashtuna të Zotit. Këto krijesa të dashtuna të Zotit pra bën shumë punë të mira. Mesin e këtyre krijesave të dashtuna të Zotit, nëse marrim shembull jetën e Umerit, i cili edhe rrugën e kafshëve ose deveve, ose do më thonë mjeteve që i përdornin për transport, ja u drejtonte që ato mos shkonin shtrend. Në një rast, Umeri thuashte se kishte kalu pra në një rrugic dhe kishte dëgju ca ulërima të një gruaje që kishte dashur të lente fëmijë, dhe shkon me vrapime dhe e thret Ummu Kulthumin, do më thonë bashkëshorten e vet, edhe i thot se dën të lind një grua në
në lagjen tonë dhe shko ti ndihmosh asaj gruaje dhe të njëjtën ku ajo merr ato domethënë teshat, ato peshkirat, si me thonë ashtu, ti ndihmoj, kurse Omeri kishte marrë ujin edhe i ndihmonte, pra ishte si një lloj ndihmësmjeku bashkëshortes së vet, dhe të njëjtën ku Omeri ishte Emirul Mu'minin në atë kohë, pra ishte kryeministri i kohës. Tashti imagjinoni sot kryeministrat e disa vendeve me arrit me shkue e me ndihmu një gruaje që është të shku me lind bashkë me gruën e vet, që do këtë absurditet i llojit vet, por është realitet që këta burra mëdhej e kanë bë, kanë shku i kanë ndihmu pra dhe një femre që ka qenë të lind me gjithë gruën e vet, pra kanë shku edhe kanë qenë gjithmonë afër qytetarit. Dhe ata kanë ndërtu të ardhmen që qytetari edhe në të ardhmen me kujtua ata dhe me ngrit ata si personalitete, sepse lideri i mirë qëndron pranë qytetarëve. Lideri që është vërtet lider, jo bos, po lider, qëndron pranë qytetarëve. Siç thoshte Abraham Lincolni, thojke qeverisja i takon qytetarëve, është e qytetarëve dhe u përket qytetarëve, pra në hizmet dhe në shërbim të qytetarëve. Pra ata në quajnë ndryshe futuristët. Futuristët ata që e kanë po të ardhmen në perspektivë, e kanë motivu popullin e tyre, që ata Zoti u ka dhënë bereqet për tokë e për qiell, ashtu siç i dha dhe Omerit. Por ata futurist, siç ishte edhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam një futurist, pra që e shifte të ardhmen në perspektivë, të ardhmen e në të ardhmen, edhe ata ndërtu një ardhme të sigurt. E ardhmja sigurt është takimi me Allahun, por një takim që do të takojnë Allahun në xhenetet e begatshme besimtarët. Në një rast, Ebu Dherr al-Ghifari kishte pa një të zi, thoshte se Bilalin kishte pa, dhe kishte thënë o i biri i Zezakës, subhanallah. Dhe kur e ka dëgjuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë, ja Ebu Dherr, hiq dorë pe ignorancës, nga gjaku dhe ngjyra. Dhe ishte ndi aq keq Ebu Dherri, sa që ishte shtri për tokë, ishte bën njësh me dheun, me rërën, dhe i kishte thonë Bilalit, tash ti merresh komën tënde e shkel maftyrën tënde. Subhanallah. Ata do të thot esni në parimin ja ayyuhalladhina amanu atiu Allah wa atiu ar-rasul wa ulil amri minkum. O ju të cilët keni besu, bindjuni Allahut, respektoni të dërguarin dhe prisat nga jo. Pra, ata e respektonin të ardhmen që i priste, të ardhmen që ishte enigëm, po dhe të ardhmen që ishte vula e të se ardhmeve që ishte pra xheneti. Pra ata e respektonin pejgamberin si të dërguar të Zotit, si Khatamun Nabiyyin Muhammedul Amin, si të dërguar të Zotit, pra, e respektonin. Dhe Zoti shpesh herë në Kur'an që na flet kuj i takon mirësia, shpërblimi, pra në të ardhmen, flet për të ardhmen, pra për besimtarin, çka e pret në të ardhmen besimtarin. Dhe pa besimtarin po ashtu, po kësaj radhe do të flasim për besimtarin. Thot besimtarët do të jenë thot në xhennet. Wa bashiril ladhina amanu wa amilus salihat. Përgëzoj ata që bën vepra të mira, që Allah thot do t'i shpërblej me xhennet. Allah thot do t'ju vendos në xhennetet e bukura. Pastaj e ardhmja u takon ibadus salihin. Pra
ata do ta trashëgojnë tokën, por ata do të jenë trashëgimtarët e xhenetit. Ata do të jenë pra banorët e xhenetit. Ata që bojnë pra vepra të mira që Allahu është i kënaqur me to. Pra ata i pret një perspektivë, një ardhme e sigurt. Dihet se 10 përgëzumëve në xhenet ka qenë Aliu, ka qenë Ebu Bekri, Uthmani, Umeri, e gjithë këta pra që janë përgëzuar në xhenet për zgjalljen e kohën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Pra Resulullahi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se ardhmja e tyre është xheneti. Subhanallah. Pra tash shtrohet pyetja shumë njerëz, po si ka mundësi ky ta ditë të ardhmen? Sepse në Islam nuk është një gjë që e ndalon parashikimin e të ardhmes. Pra gajbin, fshehtësinë e din veç Allahu, të ardhmen e din veç Allahu. Mirë po, pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam nuk fliste nga vetja e tij. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai pejgamberi pra s'ka fol hava, por ka fol nga ajo që është frymëzuar ose ka ardhur lajmi nga Xhibrili, me lajka Xhibril. Prandaj njerëzit e mëdhej pra i ndërtojnë këto tri të ardhme. Shtrohet pyetja. Si ndërtojmë? Pse ne ndërtojmë xhenetin? Po. Sepse nëse ne bëjmë vepra të mira, do të hymë në mëshirën e Allahut dhe mëshira e Allahut do të na vendosë në xhenet. Nëse ne bëjmë vepra të mira, e kryjm studimin për shembull për arkitekt. Diplomon për arkitekturë, domethënë, ti do ndërtosh Stambollin komplet, sikur e ndërtoi për shembull një gjysmën e Stambollit thuhet se ka ndërtuar arkitekt Sinani me origjinë nga Elbasani i Shqipërisë. Një arkitekt gjigant. Nëse ti merr pra të mësuesi, sikur Ebu Davudi ose Ebu Jusufi që kanë shku kanë marrë mësim pe Ebu Hanifes, ata në të ardhmen janë bërë dietarët dhe koloset më të mëdhej, pra i ka prit një ardhmë e mirë. Por janë ulë në gjunjë, kanë shku kanë mësuar te dietarët e mëdhej të asaj kohe në Kufa, në Damask e në vendet që ka qenë civilizim i ditunisë të madhe, pra kanë shku kanë marrë mësime aty dhe ato mësime i kanë bën ata të ditur dhe ajo dije u ka shërbyer në të ardhmen edhe vetë personit që ka dhënë diturinë, po edhe njerëzve që kanë marrë diturinë ju ka shërbyer në të ardhmen. E ardhmja enigmatike tash ndalim këtë pjesë. Shumë njerëz janë kurioz me ditë çka do të bëhen në të ardhmen. A do të bëhen milioner? A do të bëhen i famshëm? A do të bëhen i ditur? A ku me dek nesër ose mas nesër? Ose dikush e ka një breng, ka me mbli djala, qika, ku di gjahu, kur Zoti ju thot në Kur'an, Allahu thot kujt doni jep fëmijë, pastaj thot Allahu kujt doni jep djem dhe vajza. Po gjitha këto thot janë caktime të Allahut. Kështu që ne i lëm caktim të Allahut, të ardhmen enigmatike. Pra, na i lëm caktim të Zotit, pse se është e ardhme enigmatike dhe na nuk bën ta lodhim shumë trurin, domethënë se çka do të ndodh me të ardhmen tonë enigmatike. Kurse për të ardhmen tonë që na e kena ndërtuar, nuk u bën na me lodh trurin shumë. Pse? Se ti ke punu për çet punë dhe inshallah me emrin e Zotit që ke punë ka me të prit, sepse 1 + 1 barabart me 2. Nëse ti je ka shkon studime për doktoraturë, je ka i bën hizmet qasaj, me emrin e Zotit, si të kesh shpirt, të jesh rahat e shnosh e mirë, ke me arrit me marr çat PhD, çat doktoraturë ose çat titull shkencor. Ose nëse ti punon për të bërë një sipërmarrës i mirë, një drejtuesi një kompanie gjigande, ti je duke punu, ti je lider, ti je ka i shtyn proceset për me ecja kompani përpara, atëherë do t'i frymëzosh edhe ata njerëz që janë pranë teje. Dhe ata njerëz që do të vinë me ty, edhe ata do të bëhen lider. Kurse ata bosat ose ata që mendojnë që ty me të poshtnuar me tul, atëherë ata do të përfundojnë në grupin dhe shoqërinë e tyre. Kështu ishte Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ebu Bekri ishte lider i vërtet. E po Resulullah në perspektivë, e po se ardhmja është Islami, e po se ardhmja i takon Islamit.
Dhe me një herë ai mezis i shpiritit të bëhet pal dhe të bashkëpunon pra me Resulullahin sallallahu. Pra dhe Ebu Bekri ishte prej personave të parë që pranoi Islamin. Pra, tash ta marrim shembull. Me thon dikush për Ebu Bekrin se Ebu Bekri ka pranuar Islamin për çështje monetare, kjo është me anis me kesh me të madhe. Pse? Ebu Bekri u kon pasunik. Ai s'ka pas nevojë, si thonte na, se ti sot ki shumë pasunika që nuk lidhen me njerëz ose me ide të caktuara, thotë se më shti therr kam shdosh temën. Unë jam pasunik, kam privilegje në shoqëri. Pse më lodhen me këto filozofina, me këto sena? Mirë po, njerëz të mëdhej, lider të mëdhej i pranojnë idetë e mëdha. Po i pranojnë edhe gjërat që janë të drejta dhe korrekte në shoqëri. Dhe Islami përkon edhe me korrektësinë, edhe me drejtësinë, edhe me logjikën e shnosh njerëzore. Pra shumë gjëra në Islam janë përputhen pra me logjikën e shnosh njerëzore. Dhe kjo, domethënë, ka qenë një ndër arsyet, por ndër arsyet kryesore normal ka qenë se Allah ka dashur me udhëzu ata. Normal. Se Allah ka ndonë udhëzon, ka ndonë lën humje, mirë po ky e ka kërkuar udhëzimin, mos të harrojmë. Pra ti duhet ta kërkosh udhëzimin. Ti duhet ta kërkosh perspektivën e ardhme të mirë. Pra ti duhet të jesh i kërkues, e jo tash ti, për shembull, si shumë të rinj dhe të reja fatkeqësisht, flajnë gjumë gjithë ditën e gatë, gjithë ditën edhe gjithë natën. Edhe thotë unë duan të ardhmen, unë në të ardhmen thotë komu bë mjek ose komu bë ku di unë çka firmash ose ku dëgjon. Mirë, po matematika jote ose puna jote jep me kuptu që ti në të ardhmen s'ke më bë asgjë hiç. Pse? Sepse ti nuk ke filluar numërimin. Pra ti nuk ke filluar ende, do të thotë që të punosh, ta ushqesh ato që ti me arrit deri atje. Domethënë na larg pamësia, dhe shpesh herë e përdorim me njerëzit një bashkëbisedim kur e bëjmë me disa miq. Them 3 kategori njerëzish që janë në shoqërinë tonë. Në përgjithësi edhe në botë, kudo, jo vetëm në shoqërinë tonë, por në tërë botën janë 3 kategori njerëz, nuk ka tjerë kategori. Janë njerëzit larg pamës, si Umeri, Ebu Bekri, Uthmani, Aliu, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i dërguari i Zotit. Pra njerëz larg pamës kanë qenë këta. Nëse e merr historinë dhe biografinë e tyre në gjën larg pamësi vazhdimisht. Njerëz larg pamës. Pastaj ki njerëz shkurt pamës. Shkurt pamës për shembull në fillimet e tij, pastaj normal ka ndryshuar Ebu Sufjani. Shkurt pamës. Ka po vesh pazarin, tregin, pastaj kur u udhzu elhamdulillah, ku i ka ardhur udhëzimi, është bërë larg pamës. Dhe hiç pamës ka qenë Ebu Lehebi. Ebu Lehebi ka qenë shkurt pamës. A kupton? Pastaj Ebu Xehli hiç pamës. Pra hiç pamës kanë qenë. Dhe kjo hiç pamësi e tyre, domethënë, ka sjell rezultatin e të ardhmes tyre të falimentuar. Kurse larg pamëset si Umeri, Ebu Bekri, Uthmani, Aliu, gjithë këta, pra, kanë qenë larg pamës. Dhe ardhmja tyre, ende sot e asaj dite, përmendet si një ardhme që ka ndërtuar civilizimin më të madh në botë. Dhe nëse e merr historinë e tyre edhe e merr e studion, subhanallahu, pra e shes se ata kanë lënë gjurmë të pashlyera në historinë e civilizimit botëror. Dhe pikërisht pra, këta njerëz që kanë ndërtuar ose që kanë arrit 3 të ardhmet e suksesshme, pra kanë qenë e ardhmja suksesshme që në një kanë ndërtuar të ardhmen duke kontribuar, duke punuar, duke hyrë në rahmetin e Zotit, kanë arrit me ndërtu për shembull Uthmanin, nëse marrim shembull Uthmanin radiallahu anhu. Uthmani ka dhënë kontribut madh në ndërtimin e bibliotekave, librarive islame, kështu me radhë, librave, shtypshkronjës e kështu me radhë. Pastaj Umar ibn Abdul Azizi për ndërtimin e shkollave me tepeve, xhamive, zavuje e kështu me radhë. Pra gjithë ta kanë dhënë kontribut sepse kanë qenë larg pamës. Larg pamësi mendon me dhënë kontribut për vete,
po mbi gjitha edhe për shoqërinë. Sepse nëse ne i japim shoqërisë, shoqëria na jep ne. Nëse ne i japim shoqërisë, shoqëria na jep ne. E ne i japim shoqërisë. Kjo jetë pra është merr, jep, merr. Nuk është vetë merr. Duhet me pas edhe këto parasysh. Se ca njerëz mendojnë që është vetëm me marr, jo, është edhe me dhënë. Disa që mendojnë që është vetëm me marr kanë përfunduar te hiçpamsi. Jo të shkurt pams, po hiçpams. Ai nuk sheh hiç. Pse? Tash vim tek personi që nuk ka menduar asnjë lloj të ardhme. Ka qenë Karuni. Karuni, Allahu na ruajt, ka mbledh veç pasuri, ka mbledh kapital, mbledh, në fund ka pelcit. Gjithë pasunia e tij domon ka përfunduar. Edhe në fund ka meta s'kon hiç. Mbahet mend vetëm për keq. Prandaj Zoti thot Kur'an dhe për të mirave që ne u dham shpërndani ato. Jepni për të mirave që Allahu u ka dhënë. U wajadaka ailan fa aghna. Zoti pra të gjeti të varfër, të dob, po të pasuroj. E kush pra të pasuroj? Pasuroj krijuesi jot. Ta dha mendjen, t'i dha syt. Kështu që ca njerëz kanë shumë nevojë për leksione edhe diskurse, bashkëbisedimi që të jenë më shumë futurist, ta shohin të ardhmen më larg, të jenë më shumë larg pams. Lider prodhojnë lider. Kurse shpesh herë ndoshta keni pa në ato vizatimet që i shohim në karikatura të ndryshme, lider se si ngrejnë lider sa më shumë pas veti, kurse bosat çaq shumë tu ngrej i kanë bë krejt rrafsh, edhe ata skleverit që i kanë rrafë për qark, edhe në fund ata përfundojnë në gremin, për shkak se duke bërë bosa, skleverit qohen në protesta dhe e rrëzojnë regjimin e tyre, kështu që përfundon në diktaturën. Kështu që bosat janë diktator. Dhe diktatura një ditë e ka fundin e vet të hidhur. Fatkeqësisht historia e ka provu këtë pjesë dhe kështu që e jona është t'i shohim këto tri të ardhme në këndin ose në perspektivën e suksesit. Prandaj edhe ardhmja enigmatike, nëse ne punojmë për të ardhmen e mirë, domethënë që na pret, që është nga studimet, nga rahmeti, nga puna që bëjmë, edhe ardhmja që është xheneti, edhe ardhmja enigmatike do ketë një zgjidhje. Se padyshim ajo në mund ndoshta nuk do të mjetet enigëm, për shkak se ne në punën tonë me mirësinë që ne e bëjmë rrugën e Allahut, Allahu do të na jep konkluzionin e ai do të jetë përfundimi i mirë. Padyshim. Allahu ju falt e na falt edhe neve nëse kemi gabuar gjatë diskursit. Allahu ju nderoft juve, familjet e juaja. Faleminderit për këtë takim të radhës. Deri atëherë ju lëm në mëshirën e Zotit. Selam aleikum.